do të lidhemi pas pak, sapo ta kemi në lidhje me një sportist të suksesshëm që tani po zhvillon aktivitetin jashtë Kosovës, bëhet fjalë për garuesin e arteve të përzierjera marciale Astrid Berishën, i cili do të debutojë në MMA në Gjermani, është duke u bërë gati intensivisht dhe pas pak njëti do të na zbuloj detajët rreth përgatitjeve, po ashtu i lirin e kemi edhe në kickbox, ka arritur goxha shumë më herët, por që ka vendosur të ndryshoj sport, do të mbetet brenda sporteve luftarake, por në oktagon, në MMA, edhe tani e kemi në lidhje garuesin ton Astrid Berishën. Astrid, faleminderit që je sonte me neve, vëlla. Faleminderit dhe juve, kënaqësi e madhe. The Chainsaw, Sharra. Ka ideja me vendos novkën Sharra? Po këtë novë ma kalon shoqënia. Se e kem në një grup në WhatsApp me shokë që ushtrojmë edhe në fillim, unë jem kom punë, edhe në atë grup qojmë foto me njëri tjetrin, jem kom punë edhe kem pas një Sharr në dorë. Edhe e kem punë në grup edhe për ati momenti, ma nuk kom pas mundësi tjetër emër me marë, për pas ti. Shumë nickname i egrë për të kallëzoj. Po, do të më përshtat në sport. Ke vendos me mbetesh brenda sporteve luftarake, por ke vendos me dalë të artet e përzierjera marciale në MMA. Po. Ka ideja pse vendose për MMA? Po, unë kur kam fillu me kickbox, e kam fillu edhe për një arsye që të na në qatë gjym ku ushtroj unë nuk ka pas edhe MMA, edhe trajneri jam përpara u kon kickboxer, edhe ka ushtru kickbox, edhe shoqënia shokë të ngushtë, edhe ata e kanë bërë të njëjtin sen. Nuk është që kum pas një lidhje emocionale me kickbox. Po. Edhe gjatë kohës sa ju ndesh në kickbox, kum këshyr më shumë MMA, ndeshjen MMA, se më ka pëlqyer pak më shumë stili i tyne, që është edhe përgatitja është pak më ndryshe, edhe për atë arsye vitet e para kam bërë kickbox, që 5 vite kam fillu tash, edhe tash ka orë koha që me bëllë një ndeshje në MMA edhe me vendosë tana ose po rrinë në MMA, ose po kthejnë në kickbox. Do të me këshysh shfondina mrena në oktagon. Kur është ndeshja që me informu edhe dëgjues të Radio Dugaxhinit, kur e ki meqin në MMA të parin tonë në karrierë dhe kënd e ki përballë si kundërshtar? Ndeshja është me të 6 dhjetor, është ndeshja e pasme me me, është në Vitlish, këto afër ku jetoj në Trier në Gjermani, edhe kundërshtarin e kam një Afganistan, i cili nuk është shumë strajka, që që nuk vjen prej kickboxit, po vjen prej ringen, që është mundje. Okej, që do të thotë ai ka me preferu ma shumë me luftën tokë. Po, do të me preferuaj edhe nëse përgatiten ata edhe jo veç me trajnerin e vetë, nëse dojmë me përgatita me pas ma shumë gjasa me fitu kundër meje, do të me shku ma shumë tokë, jo me nejtë në strike, me nejtë në kumë, se ajo është kickboxit, do më thonë në vit prej kickboxit. Sa është i vështirë MMA, gjithë shka matët me pesh, me qysh janë pra paskenat, sa është i vështirë, sa është i mundimshëm, tash ke nis me apliku ushtrimet. Po, MMA, sidomos pesh në MMA humbim pak ma shumë se në kickbox. Deri tash unë për kickbox kur im përgatit, më ka desht me i hub në përgatitje deri në 6 kg. Tash më dohet deri në 8 me i hub. Për shkak që nëse nuk hum pesh, kemi pas kundërshtar shumë atë mëdhaj. Ka mundësin ditën kur ndeshësh, nëse unë ndeshna me 75 kg, a i ka me konë 1,90 m, a i ka me i hup 12-13 kg dhe ka me orë ma poshtë. Për atë arsye e kam fillu me bo krejt, sportistat do të me bo dhe na, nuk është qare. Po, trajnerin, kënë e ki trajner tash të u përgadit për meqin e parë? Trajnerin e kam ende trajnerin që kam pas në kickbox, Berat Alio. Okej. Mirë po kem edhe trajnerat tjerë ndryshëm që përgatitna në tokë. Shkoj edhe në për klubet ndryshme, vizitoj klubet ndryshme këtu që i kem në rrethin, edhe mundohuna sa më shumë që më u përgatit për MMA.
Në sportet luftarake nuk është që s'ki përvojë realisht në kickbox ke dalë edhe kampion. Po, në kickbox jam bo këtë vit, jam bo kampion bote në një organizatë e cila quhet VFMC, edhe aty jam ende kampion. Sa të ndihmon kickboxin MMA? Po kickboxi ndihmon shumë në MMA, për shkak që striking është goditje që i shef, reakcionet i ke pas schon edhe më herët që i ke përgatit, edhe nuk është vetëm me duar, po është edhe me shkelmë. Do të thonë që jemi përgatit dhe i dikon, edhe ndihmon shumë. Shumë, po nuk bën mi neglizhu edhe në tokë me ushtru mundjet si grappling, si jiu-jitsu, do të mi ushtru keta që me kon një paket komplet. A ki me pas të shtirë këtë pjesën me ushtru jiu-jitsu edhe pjesën tokë? A ke apliku ma herët? Nuk e kam apliku ma herët këto kur. E kam fillu është këgja e rëndë, se është shumë e teknikë edhe duhet kohë e gjatë. Normal, unë e kam fillu që ma pak se gjys viti me praktikë. Mirë po, në fillim jom mundu shumë si takedown defense, që me mundu mos me më qitë mund tokë ata, me mpru me orën që edhe nëse vi, do të më uqu shpejt, edhe me u kthyn ku jam unë në mas mirë, për shembull në kickbox, në striking. Edhe çato do të deri tash jo mundu me ushtru edhe pa shohun tash ndeshin rallës. A mundemi me thonë astret që për dallim nga kickboxi në MMA ndoshta ka përgatitja fizike të vyn, mos të themi edhe një herë, po aty parafërsisht diçka sa i përket përgatitjes fizike, se të vyn forcë non stop. Po, është që po thonë në kickbox, forca, për shembull grushtet, janë, që me thonë forca për dorët veç një kohë të shkurt. Sakt. Mirë po jo gjatë gjithë kohës, si në grappling, si në jiu-jitsu që është në tokë momenti që t'jesh, do të me përdor forcën të kohën, që po thua, edhe janë përgatitjet pak ma tjera, pak ma ndryshe, pak ma të ronda. Sa i emocionum tash para kur vjen koha e meqit, e pret me padurim? Meqin e pres me padurim, po është të na, sidomos të na luftarë që ndeshmi, është kjo vjen si valë deti. Ka një herë thu, çka jam këtu? Për çfarë arsye po shkoj kohin në ring me dikon që mundohet me lëndu mu, çfarë s'o mundohen me lëndu, na ato edhe ai mua edhe me fitu. Edhe ajo është mundësia e vetme. Nga njerë i ki ato ndjenja, nga njerë i ki ndjenja që veç sa s'un prit me shku me hi në ring. Mirë po, këto ndjenja janë që i njohë, se që 15 ndeshje i kam në kickbox. Në fillim kanë qenë shumë atë vështira, mirë po me kohë, është një farë frike, është frika me qenë gjithmonë. Është frika jo që po lëndohesh, po është frika që po humbë, po të shohin familjar, po të shohin të afërmit. Edhe askush për neve nuk do me konë humbës, jo veç në sportonin, po në çdo sen në jetë. Edhe ajo është frika. Mirë po, frika do me thonë është gjithmonë, mirë po sa më shumë përvoj që bën, e kontrollon ma letë atë frikë. Edhe i ma letë me hi në ring. Po, absolutisht. Kanë e ki si motivim kur po vjen tash koha e meqit? Ku e gjen motivimin? Po, motivimin e gjej se e di që në momentin që ti jesh në ring, nuk mundet me të nimu askush tjetër përbos vetes. Edhe qysh mundesh ti me gjetë motivimin kur ti jesh në ring, është koha përpara, sa ke ushtru, sa ke dhënë ti maksimumin. Edhe ka dita për shembull që unë edhe punoj me orar të plot. Kam 2 vajza, jemi martuar, edhe ka momente që kur vi pi punës jam i lodhur, nuk jam i motivu me dalë me ushtru. Mirë po, kur e di që kam një datë që kam e konë në ring qatë ditë, thonë motivimi nuk pytet më, po është vetë hinë në disiplina. Edhe gjithë qysh do të me janis ushtrime. Se nuk ka ndjenjë ma të keq që se mos më konë i përgatitur mbrana ndeshje. Tha që për cilë me mejnë gjatë, kanë e gjenë si garusin nga i cili merr shembull në MMA, në arenën ndërkombëtare, po flasim normalisht. Po, e përcjelli shumë UFC, edhe idolet për mu tash për momentin që janë është Ilia Topuria edhe Alex Pereira.
Domethënë Alex Pereira ka bo deri në 33 vite, mos gabojsh, 34 kickbox. Dhe prej kickboxit ka dalë në UFC, edhe u bo që 2 herë kampion. Në klasa ndryshme. Rukëtim fantastik. Edhe lidhje jashtëzakonshme me kësaj rolle. Po. Për stil më pëlqen Ilja Topuria, është edhe në gjatësi e imja, edhe me kilogram, besoj që 65 kilogram rrjetë vaj. Më pëlqen stili i tij shumë. Me shumë intensitet i ka luftat. Shumë intensitet. Bam. Hollin. Nuk ka. Suni pështon aty. Po besoj që aty edhe hieshia e UFC-s, se çto duele pëlqejnë mas shumti. Po, normal, nëse don njerëzve me ju pëlqy, njerëz dojnë luftat mëdha, nuk dojnë për shembull si me shku vesh në tokë me bo vesh mundje, për ta nuk është interesant. Sakt. Për çato është Ilja Topuria interesant për ti, edhe Alex Pereira të ditë. Nuk e di sa ke dëgjuar në Kosovë këtë të shtunë ka më mbajt për herë të parë Federata MMA-t me Arben Latifin kanë me organizu për herë të parë MMA fight në Kosovë. Po, shoh shumë në rrjetet sociale, edhe i njoh ata djem që ushtrojnë jetë atje. 8038 klubi që është në MMA, aty ushtroi edhe në Verës Furbi me Arjan Havulli, është kroni fight im që kanë edhe i njoh këtë ata djemt dhe janë shumë djemt mirë, kalojmë shumë mirë së bashku. Edhe është popularizuar dorën zemër sportet luftarake MMA, UFC përcjellet shumë Kosovë. Përcjellet shumë në Kosovë, po e shoh me kohë edhe në Gjermani ka ndryshum. Se në Gjermani herën e fundit kur janë ndeshë në Frankfurt kanë qenë stadioni i futbollit ka qenë plot. Gjë që nuk ka ndodhur përpara, edhe është të marrësh një hovë shumë të madh MMA. Edhe për fund, për mos me të marrë shumë kohë, Astrid, so pret mbështetje nga shqiptarët në datën e 6 dhjetorit? Po mbështetje pres shumë, normalisht që presim gjithmonë mbështetje dhe unë vi, domethënë jam rrit, jam lind në Kosovë, është përkrahja e kosovarëve, familjarëve, shoqënisë atje është për mua shumë e madhe. Jam i lidhur shumë emocionalisht dhe çdo mbështetje prej atij është ndihmë shumë e madhe. Kam so shok që edhe veç i kanë rezervuar biletat, prej Zvicrës, prej Stuttgartit, prej Münchenit, edhe kanë gjetë kohë për marrë me mbështetje. Fantastike. Uroj që kjo faza përgatitjeve të shkoj pa asnjë të lashë, Astrid, edhe shumë fat në ditën e meqet, edhe uroj që del faqe bardhë dhe triumfon në këtë sfidë të re që i ke vendosur vetes para. Faleminderit shumë më dhoni që kënaqësi, është kënaqësi gjithmonë mediat Kosovës, në gjuhën time, dhe me pa familje e ketë dhe me i bo krenar gjithë. Unë dëshiroj shumë fat edhe të presim pas meqet, besoj kemi na vizituar në Kosovë, të presim këtu në studio pastaj. Gjithçysh. Të falja dhe kalosh pas miri. Me fitore e tana në litri. Po, sakt. Faleminderit shumë Astrid, suksese. Faleminderit shumë për të mirë. Ciao.